Tensionet ndërkombëtare kanë arritur një pikë të re kulmore, pasi aeroplanet luftarak të NATO-s u ngritën në fluturim për të përballuar bombarduesit rus që fluturuan pranë ujrave britanike në ditën e Krishtlindjeve. Kjo situatë ka shkaktuar shqetësim të madh në qarqet ushtarake dhe diplomatike të Europës perëndimore. Bombarduesit strategjik rus Tu-95 MOS, të njohur për kapacitetin e tyre për të mbajtur armë bërthamore, realizuan një fluturim të gjatë mbi detin Barents dhe detin norvegjez. Ky fluturim u zhvillua afër hapësirës ajrore britanike, duke rritur tensionet dhe frikën për një përshkallëzim të mundshëm të situatës. Rusia shpesh përdor këtë lloj aeroplani për misione zbulimi dhe për të demonstruar forcën e saj ushtarake. Kjo sjellje ka ngritur shqetësim të madh në lidhje me qëllimet e Moskës dhe strategjitë e saj në rajon, duke e bërë këtë fluturim një rast të rëndësishëm për analiza ushtarake. Ministria ruse e mbrojtjes e përshkroi fluturimin si një fluturim të planifikuar mbi ujëra neutrale. Megjithatë, zyrtarët perëndimor e ndoqën me vëmendje këtë lëvizje, duke aktivizuar masa monitorimi për të ndjekur çdo veprim të bombarduesve rus nga ajri dhe radarët toksor. Gjatë misionit, bombarduesit u shoqëruar nga avion luftarak rus Su-33, të cilët ofruan mbështetje dhe siguruan një korridor të sigurt për aeroplanët strategjik. Kjo strategji tregon se Rusia është e gatshme të tregojë forcë dhe të demonstrojë aftësitë e saj ushtarake përballë NATO-s. Fluturimi zgjati më shumë se 7 orë, duke përfshirë kalimin pranë disa zonave të rëndësishme ushtarake dhe kufive të hapësirës ajrore të vendeve aleate. Kjo tregon se Rusia po përpiqet të testojë reagimin e NATO-s dhe të vlerësojë gatishmërinë e saj për të përballuar kërcënime të mundshme. Ky incident është një përkujtim i qartë se tensionet mes Rusisë dhe NATO-s vazhdojnë të rriten. Me situatën që po evoluon, është e rëndësishme që të gjithë aktorët të mbajnë një qasje të matur dhe të monitorojnë zhvillimet për të parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.